Jemi sot këtu për inaugurimin e gjendjes civile pranë njësisë administrative numër 6. Është një zonë me 40.000 banor, e cila nuk e merrte këtë shërbim, por e merrte diku në njësitë e tjera. Sot ne japim mundësi çdo banorit të kësaj zone që të vijë të marrë gjendjen civile, pra të tërheqë certifikat dhe të kryejë shërbimet e tjera në këtë njësi administrative, duke mos u sorollatur, por njëkohësisht duke patur edhe shumë afër për mos të humbur kohë. Ky është një vendim i marrë edhe nga Këshilli Bashkiak në mënyrë unanime dhe falë qeverisë shqiptare sot këtë nismën tonë e kemi bërë realitet. Unë dua të falenderoj qeverinë shqiptare, kryeministrin, ministrin e brendshëm, që i dha mundësi gjithë kësaj zone të marrin një shërbim pa humbur kohë dhe një cilësi shumë të lartë. Padyshim që nuk ka qenë e thjeshtë, duhen financime, duhen edhe bazë ligjore, e cila u bë realitet mbas ardhjes së qeverisë Rama, e cila mori në shqyrtim, sepse më përpara as nuk u merrën në shqyrtim kërkesat tona, ndërsa sot jemi në këtë fakt që mbas kërkesave të Bashkisë së Durrësit, mbas vendimit të Këshillit Bashkiak, qeveria reflektoi, krijoi gjithë bazën ligjore, krijoi gjithë mundësinë që kjo njësi administrative të funksionojë normal si gjithë njësitë administrative që punojnë në Durrës, pra duke i dhënë të gjitha shërbimet dhe shërbimi i munguar që u vartë nga Ministria e Brendshme është shërbimi i dhënies së certifikatave. Ky shërbim tashmë do të jepet. Shumë i bindur që edhe këtu mes nesh ka gati 2 botë. Pra, nëse ju jeni të interesuar për atë që ndodh në politikë zakonisht, këta njerëz janë interesuar për sa i shërbejmë ne qytetarëve. Jo vetëm këtu, po në të gjithë Shqipërinë. Këtu jemi në Durrësin e Ri. Është një gati qytet i tërë, i cili po shndrohet i tillë fal investimeve në infrastrukturë, ndërkohë që nga ana tjetër mbi 40.000 banor kanë më shumë se sa 10 vite që nuk merrnin dot as shërbimet minimale siç janë shërbimet e gjendjes civile. Dhe ishte pa konceptueshme të bëje 10 kilometra për të shkuar dhe për të marrë një certifikat. Kjo nuk ndodh. Ndaj me qeverinë e kaluar që vendosi ta kthente në një njësi administrative, duhet kishte ndodhur që këtyre njerëzve t'i jepej edhe një mundësi të merrnin shërbimet e tyre, siç është edhe patjetër zyra e gjendjes civile. Ky është eksaktësisht shembulli se si mund të vihet, mund të premtohet për qytetarët, mund të ketë lloj-lloj përbetimi, në çdo fushat ju vinë nder, me çdo angazhim, me çdo premtim, por kur vjen puna, qytetarët janë ata që harrohen. Kjo është Shqipëria që lan pas, dhe kjo dallon shumë nga Shqipëria që po ndërtojmë për të ardhmen, nga Shqipëria e gjeneratës tjetër. Ku kanë rëndësi jo fjalët, po puna. Unë e di që deri dje shumë nga ju shkonin disa kilometra për të marrë një certifikat. Sot, mbi 40.000 qytetarë, të gjitha shërbimet e gjendjes civile i kanë këtu. Kjo ndoshta nuk është e pamjaftueshme, nuk është e mjaftueshme, dhe jam shumë i bindur, ne e dim që është e pamjaftueshme për gjithçka ka nevojë kjo zonë. Por po e nisim nga gjërat që bëhen, duke ndërtuar besimin reciprok me ju dhe me çdo qytetar të kësaj zone. Sepse kemi ende nevojë për të bërë gjëra më shumë. Por mbi të gjitha kemi ende nevojë për besimin tuaj, duke ju treguar se po ne punojmë dhe po kemi nevojë për besimin tuaj që të bëjmë ato që nuk janë bërë kurrë më parë. Kjo zyrë këtu mbrapa është shembulli i të shkuarës, i qeverisë që kishim, që i lakta qytetarët bënin 10 kilometra vetëm për të marrë një certifikat. Ndaj mungon të shërbimi i gjendjes civile. Ne sot hapim këtë zyrë të re, ku çdo shërbim i gjendjes civile është për qytetarët e zonës. Dhe ndërkohë do vazhdojmë pas një diskutim me gjithçka tjetër i ka munguar kësaj zone, ashtu siç po bëjmë në çdo njësi, në çdo lagje, në çdo qytet, në të gjithë Shqipërinë. Pra ne jemi të bindur t'i dedikohemi punës dhe jo llafeve. Unë e kuptoj që politika ju del nga televizori me lloj-lloj historirash. Por ajo që ka rëndësi në fund ditës për qytetarët, ajo që ka rëndësi në fund ditës për ju, është puna. Ndaj, jam shumë i bindur dhe sot kur të shkoni në shtëpi, pasi dëgjoni lajme të paktën do jeni të qetë.
se një gjë që ju mungonte prej 10 vitesh, sot e keni efektive këtu në Durrësin e Ri, që është zyra e gjendjes civile. Dhe po kështu do bëjmë dhe me infrastrukturën dhe me investimet në Durrësin e Ri dhe në çdo lagje dhe në çdo qytet të Shqipërisë. Ka një vit që punojmë bashkë me Vangjushin, me Bashkinë e Durrësit, me administratorin për ta bërë realitet. 10 vitet e mungesës kësaj zyre nuk ç'bëheshin dot brenda një dite. Na u desh mbi një vit punë për bazën ligjore, për infrastrukturën, për ta bërë realitet funksionimin e kësaj zyre. Ne mund vinim dhe më herët dhe thonim kemi ndërmend të hapim një zyrë. Kemi ndërmend që të shërbejmë për këta qytetar me shërbimet e gjendjes civile. Nuk e bëm këtë sepse ne flasim me punën. Për ne ka rëndësi që qytetarët marrin shërbimin që ju takon. Për ne ka rëndësi që qytetarët bëjnë vetë dallimin e të shkuarës me harres dhe braktisje dhe tashmes me punë dhe të ardhmes me besimin reciprok që do bëjmë një Shqipëri më të mirë. Certifikatat në lagjen tuaj, ku i shkoni, ku i merrit më herët, çfarë bënit për to? Tani në komplet zonën këtu, gjithë gjendet civile ose gjithë popullsia këtu ka qenë shpërndarë në të gjitha gjendet civile në Durrës. Dhe gjithë secili aty ku gjente dhe për me marrë certifikat do të shkoshe në Durrës, aty që t'i bimë shkurt. Këtu ku banojmë nuk kishme asnjë lloj mundësie. Pa do të humnin ditën për me shkuar marrë një certifikat ose një shërbim atje. Është i vonuar 10 vjet mbrapa? I vonuar shumë. Normal që është i vonuar sepse edhe ne nuk kemi pas kohë për të humbur. Pra, shërbimi me ardhin e gjendjes civile këtu ne na ndihmon shumë. Mon, ju ku e merriti certifikatën përpara? Kush e në kë gjendje civile ishte? Ja kë spitali prapa ke rajoni policisë. Tash u bë më mirë, u bë më afër se unë banoj këtu larg, në 200 metra. Më mirë, më afër. Është i vonuar 10 vjet mbrapa? Po normale se do shkuçja që këtu dhe do shkoj atje. Kjo është fiks që u bë mirë. Megjithatë tani janë dhe kartat identitetit pas. Ja, ma s'është më vetë i kartë identitet. Është mirë. Për pleqërim, për fëmijë, në princef të i ka do shkoja, na këtu do shkoja në Durrës. Po merr certifikatën. Ujqes kanalizim në Durrës. Tash shqyr, ka zhvillim, e falenderojmë. Që sollën këtu, kishim shpenzime, rrugën, gjitha.